por shpresojmë të paktën të gjejmë zgjidhje me pjesën e arsimit, sepse mos vaksinimi e ka penalizu, e ka ndëshku të mos shkojë në shkollë, për arsye sepse ky nuk e përballon dot. Por edhe mund të jetë faktor kryesor që mund të ndikojë edhe tek fëmijët e tjerë, siç thojnë mjekët, gjithmonë në thojza, por risku më kryesor është për shëndetin e tij dhe për jetën e tij. Do të thotë djali ka bërë 9 vjet nuk ka shkuar asnjë ditë në shkollë? Jo, as edhe një ditë dhe nuk njeh as shoqërinë, grup moshën e tij. E thjesht vetëm del një gjysmë ore, 30 minuta ose një orë mund dali poshtë pallatit që luan top, sepse shtëpinë ka bërë vetë futboll. Ka qef me lujt futboll. I ka thyrë kretë senet në shtëpi me top. Është shumë agresiv, është impulsiv si njeri, është pozitiv, por shkaku i sëmundjes e bën që të jetë agresiv, i papërshtatshëm. Çfarë kuptimi agresiv? Agresiv sepse në momentin kur e kap epilepsia,